Detaje të reja janë zbardhur nga fundosja e nëndecës turistike ditën e djeshme në detin e Kuq, ku 6 persona humbën jetën. Nëndecja e quajtur Sinbad kishte 45 turist rus në bord, përveç antarëve të ekuipazhit. Fatmirësisht arritën që të mbijetonin 39 turist, 29 prej të cilëve janë dërguar në spital dhe ndodhen në kujdesin e mjekëve, ndërkohë janë zbardhur dëshmi tronditse të disa prej të mbijetuarve. Elena Boldareva, e cila i mbijetoi fundosjes së frikshme, ka folur për ngjarjen dhe ka përshkruar momentin kur ndodhi tragjedia. Ajo pohoi se nëndecja filloi të zhytej me kapakët e hapur, që t'u jepte mundësi njerëzve që të notonin për të shpëtuar. Disa arritën që të notonin, kurse disa të tjerë fatkeqësisht jo. Ata u përpoqën sa mundeshin, kurse disa persona me varg që ndodheshin aty pranë u përpoqën me çdo forcë që të na shpëtonin, tha ajo. Ajo kujton me dëshpërim zhurmat dhe ambulancën, teksa në ujë të gjithë luteshin që të dilnin të gjallë. Para incidentit të tmerrshëm, nëndecja ishte në një turne në përshkëmbinj në New York oralor. Në bord kishte individ nga Norvegjia, India, Suedia dhe Rusia. Aktualisht është e paqartë se çfarë saktësisht çoi në fundosje dhe autoritetet po vazhdojnë hetimet. Sipas raportimeve të mediave ruse, Ania besohet se ka goditur një shkëmb.